Përshëndetje shenja e peshqve, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë 9 kupat, shëndet i keq dhe spiun. Ju lutem, keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Personi duket se është dikush që ka pasur ndjenja të forta për ju dhe me kartën 9 kupat ju ka parë si një realizim dëshire, ju ka parë si dikë që e ka bërë të ndihet mirë, emocionalisht, psikologjikisht apo edhe fizikisht. Mund të ketë qenë një marrëdhënie që në fillim i ka dhënë kënaqësi, por më pas është ndërlikuar. Karta shëndet i keq tregon se ky person është në një gjendje jo të mirë emocionale, mendore ose fizike, e cila mund të lidhet me marrëdhënien ose ndarjen nga ju, ose nga ndikime të tjera. Mund të jenë të stresuar, të prekur nga mungesa juaj, ose duke kaluar një periudhë të vështirë personale. Mendimi për ju mund të jetë një përzierje mallëngjimi dhe dhimbjeje. Me kartën e spionit, ky person vazhdon t'ju vëzhgojë, qoftë në rrjetet sociale, përmes miqve të përbashkët, apo në mënyrë të heshtur. Ka një kuriozitet të thellë për jetën tuaj aktuale. Nuk ka domosdoshmërisht kontakt të drejtë për drejtë, por vëmendja është e përqendruar tek ju. Me sa duket, për ju po mendon dikush që ende nuk ju ka harruar, duke vuajtur distancën fizike ose gjeografike dhe duke ju vëzhguar nga larg. Paçim.